Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Donald Trump sapo ka nisur luftën e shenjtë. Dhe nuk po flas nga që ata janë muslimanë dhe këta janë të krishterë, po se ka nisur një luftë kundër papës, me papën e shkret. Papa i shkret doli edhe tha, kishte mësuar dhe italisht, më e bëri gjithën në italisht. Imagjino sa duhet përpiqet një amerikan që të flasë një gjuhë tjetër, edhe nuk ka ndonjë gjë të madhe, tha duhet ulemi për dialog, se dialogu sjell paqe. Edhe Donald Trump e dëgjoi këtë dhe i tha, "O i mbaruar, o burr dobët." Më thënë, Trumpi është imagjino të shkojë një xhaxhi, edhe po shikon dy fëmijë që po zihen aty duke luajtur me top, e i thot, "Ke qenë xhaxhi, duhet të flisni, të bëni dialog që të ketë paqe." Edhe këta fëmijë i thon, "Xhaxhi ti top." Është ekuivalenti, është e njëjta gjë, kjo ka ndodhur. Edhe e vazhdoi luftën pastaj në Twitter. Postonte gjëra, unë të vura pap, më bënte kështu. E dëgjova që i tha unë të vura pap. Kërcënim hap tazi të më thënë. Por i tha unë të bëra pap, po ti është unë të bëra pap, ti më bën mua kështu. Çfarë i tha papa? Papa i shkret, çfarë tha unë nuk merrem atë, ai ishte çmendur. Doli Meloni e këta italianë të tjerë po mbronin kështu, se s'kan faj Vatikani, është ore çfarë bën kështu dal. Ky doli prap. I tha edhe Meloni tha unë dia gruat forta po ti çeke. I ka marrë tërë, është duke u thënë me të gjithë. Zot sa të tmerrshme një burr që s'dihet në Twitter, që drejton një shtet. Çdo gjë është e tmerrshme. Trumpi është bërë video, çfarë është ajo barbecue-ja që i gjuan gjithë për shpulla. Si çfarë vin. Pa! Melonin të gjithë. Vetëm këtë toni nuk e prek. Mezi po e pres Twitterin për Edi Ramën, nuk e di. Se arrin dot. Se arrin dot thua? Po, loja në Twitter e Trumpit është shumë e fortë. E pe këtë që ishte postuar? Si Jezusi mua e më rënd pika mua. Në Trumpi si kështu më është ngacmim hapur për papën. Ka dalë aty, ka vënë dorën aty tipi që duket shumë si Epstein. I mungojnë shokët e vitër. Me mishërimi Jeffreyt live në studio. Me që ishin edhe pashkët fix. E pe që ishte edhe me një lepur gjithkohës si Jezus. Po ndihet si Jezusi, ore. Edhe ai ashtu mund të eci mbi ujë, rri me prostituta. Po të dyshoj që këtu laj këmbët. Pa le çu bën. A i shëron të paktën atë gropën që kanë në shpirt? Ky dyshoj mund të japi smundje. Ta. Doli në një kështu konferencë për shtyp, edhe gazetarët andaj thanë që kjo është pak e patakt, që presidenti i Shteteve të Bashkuara të hedhë një foto ku duket si Jezusi. Ky përveç se kishte fshirë tha, si Jezusi, unë thashë dukesha si doktor, më. Jo, po unë olla isha mbi atë, kisha vënë dorën se thashë dukesha si doktor. Si doktor në porno. Vetëm në porno unë duket i doktor ashtu. Me atë shallin e kuq, i veshur ishte fiks, i veshur si kishte dritën e shenjtë në dorë me. Ka dashur t'ja fik dikush. Fikja një poqin, zotit Trump, lutem. Unë do doja të vendosej paqja, dialog dhe paqe, siç tha papa midis Trumpit edhe papës, se mbi gjitha këta të dy kanë edhe kështu miq me pasione të përbashkëta. Ne jemi gjelbërimi ma. Po zoti madh, tmerri madh o. Po më pëlqesh mua? Janë tre, tmerri madh o. O nga që jam nga Pogradeci. Gjithë juglindja e Shqipërisë shanin komente Megdin. Na shani, po këtë shani më shumë. Se po për shembull nëse bën ti shaka me Firin, po ç'ke me Firin o të se shqiptar vdesin për këto. E gjithë Pogradeci shanin Megdin. Çojini foto, ku di unë. Pa nuk, do i pikturë në i poezi do të qërë me këti. Janë të mirë për gradecare, që do të qërë. Më pëlqen dhe shumë një çun më dërgon dhe poezi. Një lazgushin kush ka qënë? Pa. Qërë që? Ja. Meri madhë. Imagjino lazgushin që i më të poezit, edhe e shoqe dhe s'ma pëlqenë, është po të meri madhë. Unë jam lazgushin. Nise, me ishim të Twitter, do doja dhe unë të ishte Edi Rama në Twitter, po jo me Donald Trumpin në shtet, po me Baba Mondi. A ka Baba Mondi në Twitter? Nuk mendoj që Baba Mondi mund të zihet me t'i kë, mendoj që është shumë zen. Është në fakt edhe kur rri ashtu. Pasha të intervistën me Ilnisën. Ajo i bënte pyetje shumë sa ai mendonte, i përpunonte dhe kthente një përgjigje. Ai besoj ka arrit nivelin më të lartë të qetësisë shpirtërore. Rakia e mirë se më kush ishte i gradë. Ishte i gradë është, unë jam i sigurt që ajo fliste, ai kishte në kështu ato këngët e jugut e kushtë, kaq. A ishte martuar Baba Mondi më? Ore, lejohet, baballar lejohet. Bëjnë çdo gjë. Po mamallarit. Marsejti ka dalë jashtë kontrollit. Po nuk besoj të zihen se Edi Rama nuk i thot dot Baba Mondi që të kanë vënë unë. Baba Mondi e ka vënë.
E ka sjell ai Pegasus i shenjtë. Ti di historinë e Bektashimit. Unë jam Bektaship, nga i madh. Nëse të kalojmë te gjëra më serioze, hallet të mëdha na kanë rënë. Tmerret të mëdha, po. Autobuzat e pe morën, domethënë në vend të protestave për naftën, morën masa më 40% më pak flota. Domethënë që Edi Rama të reflektoi. Më Edi Rama, na autobuza tani. S'ka si do ta Edi Rama, gjithë ata ministra, gjithë ata. As mirë, ora ja u blodhi gjithë. Sa ata janë njerëz që po vdisin të hipnin në autobus. I thanë, nuk kam autobuza. O thirrri mendjes. Imagjinoj Edi Rama kur i kanë thënë që s'kam autobuza 40% më pak, do të shqetësuar shumë. Nuk do të më tani. Ja Edi Rama, sa i nuk jep makinës është si unë. Autobusi zgjidhe atij e vetme, se është dhe i varfër. Së si shoku vet me bicikletë? Kë ka shokaj? Rovelia. Edi Rama, ai Rovelia i patë bicikletave që lëvizin tani. Arion vlla. Jam i sigurt që na shes në burg s'ke çfarë. A thua e ka bërë një spirancë tatuazh apo akoma? Spirancë me siren te krau. Ua, kur të dalë do doja të vinte këtu të na fliste. Edhe do t'i tregojmë këtë. I premtoj një bicikletë që lëviz. Ua, imagjino dalë Rovelia të ketë bërë shumë pompa, të jetë bërë kështu Fit. njëri tjetër, po. Të jetë bërë fetar me Biblën në dorë, ti nga këta që mund të përdor dhunë kur dua për zgjedhje që të hesh nga këto. Nëse po kjo autobuzave un kalova sot se do merre autobusin edhe i pash njerëzit e shkëtit erdhan këmbë. Prandaj mi dërsi duhet isha herë vjera qen. Edhe Edi Rama pa lesh herë vjen se ai se ka marrë dot autobusin. Se surrel shumë larg, a di që vjen me autobus? Me atë blun. Janë ato blut që ka njerëz me presh me gjiz atje. Ato që janë kështu si të mbledhur. Ua, hipja unë atëherë kur isha mirë, shkoja në punë, punoja atje në një dyqan. Edhe hipja te këto edhe kështu nëna me gjiz, me kështu, vdisja aroma e atij do më shoqëroj gjithë jetën atë autobusit blu. Edhe po na ha edhe kur përmend kështu presh edhe gjiz. Të kam thënë që do mbaj ditë, por me tona do mban do ditë. Tona po merr në qafë. Në fund sezonit. Për të bërë serioz, një tjetër tmerr i madh ishte ai pallati që u dogj. Nuk kam ndonjë shaka për këtë, se vërtet jam i prekur. E para njerë dua një duar trokitje, vendose regjia kush doj për ata zjarfiksit. Bravo. Edhe ai zotria se ja harrova emrin, ai zjarfikse që hyri atje pa ato gjërat, bravo. Po nuk e di tani çfarë duhet mendoj për këto ndërtimet. Është problemi te këto. Kështu ndodh me të gjitha. Dini gjë çuna? Janë sfungjer brenda, nuk besoj që duhet marrin flak. Bukpeshku çfarë janë? Mendoj që nga shejtani në shpejtësi, po duan të bëjnë aq shumë ndërtime edhe nuk presin që të bëjnë sakta, se kanë shit gjysmën e ndërtesës edhe kështu përfundojnë. Para njëherë edhe kjo puna që duhet dalin njerëzit nga dritarja këto shkallët e emergjencës, se kam parë në çdo vend që ndodhin këto flak. Asnjë pallat në Tiranë nuk është se dua ta bëj kështu statement, deklarat që asnjë, po që unë them 90% e pallateve në Tiranë nuk ka shkallë emergjence. Ora e diti kur erdhi në një nga këto, në një godin këtu goxha të famshme edhe erdhën e cila e kanë shumë mijëra euro qeram. Edhe erdhi kontrolli nga Austria, nuk e di nga erdhën, edhe i thanë këtij që nëse bie zjarr, ku supozohet të dalin njerëzit? E ky tipi tha, ka ashensor jo. Te ke pra ai vendi që thon, edhe kur bie zjarri që shmangni ashensorin, vendi vetëm që s'duhet të hysh, është një kurrë vdekjesh, po hyn arkivol atje nëse është. Ashtu. Apo në ashensor zbrit sikur. E trish, nuk e di, a i kanë humbur çdo gjë ata njerëzit aty te ato shtëpit apo s'e ke iden? Ai ke parë lajme? Besoj që po, se ishte goxha zjarr. Të paktën katët e para, po. Ndoshta s'ka arrit deri lart. Sa e tmerrshme duhet të jetë, domethënë që të shohësh që po ndodh zjarri. Po gjërat e tua që nuk shpëton dot. Çfarë do kishe shpëtuar ti për shembull të parat? Arushin. Unë për vete do kisha shpëtuar këto elektroshpjaket Hagen. Do kisha marrë, kisha të mundja, ku di unë. Furrën në kurris, vetëm që mos i humbja. Furra është shumë e rëndësishme, nuk është për të bërë shaka. Sidomos kur gjen një furrë perfekte që është fiks siç e do, nga këto me dy kate që gatuan të gjëra për herë. Këtë Electromagic sa duhesh. Fantastike. Ti kemi me këto flakët e këqija, kalojmë në flakën tonë miqësore të Friendly Fire. E moshuara hyn me forcë në oborrin e Spak. Nëna, e disa është radha për të dalë nga ai oborri? Leu radhë.
Po luten ata, çfarë s'po bëjnë? Twittera, gjëra, mos hyn te ajo borri. Na super sa janë. Vazhdoj me shokun tim, kisha kohë pa e përmendur, sa u bën 2 episode. Kujtim Gjuzi. Se ka këtë efekte femra, sa gjëm. Vetëm emri. Kujtim Gjuzi qetëson shqiptarët. Nafta nuk rritet me më shumë se 220 lek. Kujtim, po mjabur. Mbyllo, thjesht mbyllë gojën një moment. Sa nuk mund ta mbyllësh gojën, të rrish. Nuk rritet me më shumë, sa do të vej nafta 3000 lek? Nafta me 1200 vendet e tjera. Qetësoni. Nëse ai shkoi të luftonte në Iran, kështu që thjesht rrinë për orgjitë tuaj. Dëgjoj, këtë do të pëlqej kjo. Një grua shtiret si e verbër vetëm që të shmangte bisedat e vogla në rrugë. Super plan. Dëgjoj. Megdi. Megdi nuk po shikon? Do të shmangi bisedat me mua. Megdi, se do shkojmë te Vena. Më duket, mrekulli! Usho! Faleminderit Papa Leo për këtë mrekulli. Gëzuar. Ne jemi me Papa Leo, s'jemi me Trumpin. Asnjëherë me Trumpin. Me atë, në fakt nga me Baba Mondin. Dhe të pirën gjithë. Tani do kalojmë në një rubrikë që na ka munguar, atë ka munguar? Ka munguar. Dhe po isha vetëm se isha smurti. Ku ishe? Isha në vendin e gabuar. Me kujtim Gjuzin apo s'e? Ja, isha me Remaxin. Okej. Sot do eksplorojmë tregun e imobiliareve. Unë kam vendosur të shikoj një pronë modeste që mendoj që më përshtatet mua. Ejani. Kjo fytyrë që vetëm buzëqesh është konsulenti imobiliar Bani Dushku nga Remax Infinity Plus. Ky zotëri do të më jap gjithë informacionin e nevojshëm, plus një përqafim, për të cilin kisha nevojë. Kisha shumë nevojë. Shumë fare. Sa po u futa, ju futa llogarive. Kjo shifra është reale? Këtë do të? Po, shumë reale. Do me thënë me rrogën time 450, Po. e marru këtë. Brenda 300 viteve me punë. Jo 300 viteve, besoj 50 viteve. 50, po. Shumë e pranueshme besoj kish. Do të kërkoj më shumë lek. Po vazhdoj me turin. Do ta marrë, do ta marrë. Në kuzhinë performova pjesën e famshme nga Basic Instinct. Me shpresën e një çmimi më të ulët. Vila i përshtatej formatit tim, ose të paktën mund të më ndihmonte të kisha një format. E ndjej që kjo vilë po më ndryshon, po më bën të dua prona, Bono Thesari, pse jo edhe njerëz. Si dikush që adhuron jetën, kërkova të shikoj oborrin. Mund të gro posa ti trup këtë? Sigurisht. Nëse shihni këmbët e mia në OnlyFans, e kam bler vilën. Vazhdojmë? Po. Po ndihesha vetvetja në këtë vilë. A i ka që i lagur e ti sa e mund tani? Jo. Goxha vetvetja. Kishte ardhur momenti i të vërtetës, i pyetjes më të rëndësishme në një shtëpi. Magda, Po, ka bidet? Po, ka. Bësh këtu? Po. I lutem, shkojmë biden? Vendosa ti bëj xhiron e provës. I lutem. Një shtëpi pa bide. Është një hale. Sfungjeri i kuriozitetit tim kishte ende etje. Ky është kati -1, ku keni garazhet që ju më parkoni makinat e juaja, është lavanderia dhe një ambient ndenje. Është kati -1. Po, kati -1. Është aq ftohtë? Jo, jo dhe aq ftohtë. Nuk është grada -1. Pasi ka dritare, që ka ndreqim, ka dritë, është dhe hyrja parkimit, që është e jashtme. Po e analizoja shtëpinë me vëmendje maksimale. Turi tani mbaroi dhe ju ftoj në duel. Mole kuqe gjaku të mu.
E dëgjova duet. Mendova se më ftoi në duet, ai më ftoi në duel. Duel. Me lë. Pra, sa është oferta fillestare? Çmimi aktual i vilës është 1.7 milion euro. Vetëm 1.7 milion euro. Për vetëm 1.7 milion Për euro. vetëm 1.7. Atëherë unë të japi kundër ofertë, 1 milion e gjysmë shqiptare. Mendja ime matematike i kishte ndezur motorët. Po sikur ta marr kështu gjysmën unë, edhe gjysmën një dy pakistanezi punën motoriste. Po hasja në rezistencë, por nuk isha ndërmend të dorëzohesha. Nuk keni të drejtë të jepni pronën me 9 qera. Qofse ju mund t'i merrni, mund t'i bëni miq, ato është gjë tjetër. Unë do të bëj një ofertë që nuk do t'i rezistosh dot. Le ta ngjën. Bani. Me anën e një vakti të ngrohtë, mendova ta ul çmimin prej 1.7 milion eurosh. 1.200.000 ajo, ha? 1.700.000. 1.700.000. 1.700.000. Ja ku u rikthyem dhe tani do kalojmë tek i ftuari. Dikur ai ishte kudo. Në radio, televizion, festivale, emisione, hidrosanitare dhe papritur u zduk. Për t'u rikthyer atëherë kur i duhej botës më shumë. Më shumë kur i duhej dikush që t'u jepte sallam pikant vipave, domethënë. Rudi Hizmo. Faleminderit për Çik më përshtypjen. shumë. Faleminderit për përshtypjen. Ciao dia. Çik më shumë. Rudi mirë se merre valla. Mirë se të gjeta valla. Mirë se të gjeta. Pëlqeu ai prezantimi? Nuk më kanë prezantuar kur kaq mirë. Gëzuar, Gëzuar, se gëzuar me kliti spit? Megdi nuk. Jam në Është me antibiotik. Dhe ban pjekuri? Klamidia. Pëlqeu prezantimi? Mirë. Sallam pikante nuk e kisha metaforë që u jep njerëzve sallam pikant. Të vipave. Po mos më vi sikletën. Jo. Spalesa vipa ka nevojë për sallam. Pëlqen studio? Se, more po shumë mirë, shumë Ja mirë. ke ndjekur në i qik? Po, Megdit pëlqen? Mermal Mamaqi më pëlqeu shumë. Ajo pjesa me Ermali. Shtevë. Ajo kjo edhe mua shumë. Prezantimi që i bëre Ermali. Si e prezantova se mbaj më? Ishte sukses, kështu. Apo U po dolën bëm kështu. Po, Ne po. le të begatoj. Po, fare vërtet. Po ta kem. Kur e ke lënë Ermali? E keni probleme këta vipat kështu që Me cilë, me ka vipa për vërtetit. që shtyn? Po to kësheris. Të ky di greqisht ore. Po se nuk e ka përdorur kështu si Çani. Flasi greqisht. Ja, po se jam filo grekun. Si eri, Jo. ti ana ke përdorur këtë pjesën e patriotizmit fakt. Po se kam përdorur, më nuk thjesht nuk jam filo grek sepse Çani nuk ka jetuar në Greqi, ë? Çani Jo, po është zdropullit mo, nga nëna. Po. Po nuk e di pse mjafton të kesh një katragjysh, domethënë grek edhe gjithmonë të jesh grek. Identifikohesh i çik. Edhe unë duhet të identifikohem. Stugjyshi im punon tek kështu kopshtar një anin. Mhm. Jam stërnip kopshtar, jo. Po. Shpi pushke. Ju e një Rudin dikush është? Po. E mban mend atëre dikur se pastaj do kalojmë çfarë bën tani. Dikur? Jo. Tani e një nga ajo me pikantet ti. Të kishte marrë mallet ishe i famshëm. Jo. Pse? Po çe do më? Ç'do ta bësh famën? No, i njohur. I njohur, i se i famshëm përfolur. është po. Jo. Je i përfolur, ti uzur për- edhe me idin atë. Uzura unë me Edi? Ajo uzur. Ajo uzu. Edi. Kujdes me shokët e Denisit. Vash se kush është kjo më? E pra. Kode Të njoh fare. Me asu me disa më këtë shkruajtur. Të njoh. Bë. Ishte pyetje gaç. Po pse nuk bën dot punë tjetër tani përveç kësaj? Për Si shembull, me gdi se të dëgjova. më fal se jam smur me vërtet. S'bën. Është sëmur vërtet ore. Smur Por jam me vërtet. Do na i Jo po gjitë të gjithë. besoj. Jo, po po Se largohet. kemi fëmijë nëpër shtëpi. Fol.
S'bën punë tjetër, besoj apo jo. Nga që u ribëre i famshëm, domethënë, nuk di të bësh punë tjera. Po di më të bëj punë tjera, kam bërë dhe punë tjera. Si Po pse mos përshit. ta bëj po çfarë? Nuk mund t'i them tani se janë ilegale. Je marrë me drogë më? Jo, detyrimisht po që. Punë po kështu. Çfarë ke bërë kur ikse ti? Çfarë ndodhi me Ti e disa di sa ne japsi? pse të- Po mirë, po ta publiku nuk e di. Po kemi punuar më kështu punë ndryshme. Unë e di çfarë punë nuk është e jashtëligjshme, po do ta lej kështu që të merr Rudi Duket Birmo. kur kemi punuar me mall, po. Po. Ne bëj kështu, Jo, e pranon. Ti ishe në Spanjë, po merresh kështu bëhe masazhe be. Jo, more jo zëm njerëz dhe mund ta hande njerëz dhe më nuk Ti kemi do bërë pushkosh punë nga tjetër. puna. Izi. Nga kush më? Kush puna cila? Arrova unë që ti punon për vete. Po punoj për veten. Si kemi këto halle? Po ti ka që ti u zhduke si Dave Chappelle. Ta them kështu që të bëj sigur doja një kohë reflektimi etj. Jo, më ishte një periudhë që doja të bëja disa projekte, komunikuam jo me klanera, jo me topra, jo propozuam. Kupton, po që këtu shkoi orientimi te këto, formatet për thithen, për çajen, për ndiqen. Hapësira. Patëm disa diskutime ca projekte, nuk u bën. Edhe pastaj thash, okay, po bëj ndonjë gjë time. Kam tëm. Po, tamam. Por pse shandi? Si më erdhën në emision mëngjesit. Erdhi emision mëngjesit aty ra me dorë, kupton? Te derdha me Akoma tavoli. mi Mario. Mario Mario është vllai i Romeos. Akoma, po. se i ndje kama është. Çfarë u mërzit, prandaj s'po folja ai kur i kam. Ky kush më të fali. Të foli me zemër. Çka ke bërë më? Po erdhi në emision mëngjesi, në orën 8 mëngjes, tha, po i bie me dorë. E bën në hapa, i bie me dorë. Po pra se nuk mund ta thuash i bie me dorë, Po kupton? vlla, u vajti gjithë ky personalitet në emision e doni ta censuronin. More zotri. Nëse unë prisja të më jepje në një histori akoma më të bukur, si tha Dave Chappelle që unë i ka për drejtat e zezakëve, të shqetësoja ti i ka për drejtat e borshjotëve, që Po s'kemi pas e halle më, ata nuk meritojnë asgjë drejtër, çaj kanë të gjitha. borshjotët. Natyrën e bukur e kanë, detin e kanë, tani ka ka vaj pa toka 400-500 euro metri, kupton? Hotele. Çka kanë borxhëtët për tu? Miliona. Miliona kanë. Momenti që ti patat suksesin që ishe kudo, prezantove Dancing 2 herë, atë festivalin Nga magjike. ishe everywhere, po bëje në të shkoqur besoj, po palloje në një kështu, po bëje seks me në një vajzë të njohur showbizi. Zemër më fal. E dje që E di tani, se mos përmend edhe je emrin. po. Do përmendesh emra, po ti për të takosh Jo, se s'dua t'ja përmend emrin, se kam shumë gjë, por Volte morti. edhe kur arrite gjithë këto, domethënë një moment, a ndive në një boshllëk që the, Po, si po. plas ka trapi njeriu fare, domethënë. Shiko, ajo që kupton ti është që ky lloj profesioni në Shqipëri, sado lart të arrish, ka një kufi, nuk ke çfarë bën më shumë se aq pak a shumë, domethënë në ato nivele do rrotullohesh. Mjafton që të konfirmohesh, duhet të rish më gjatë aty. Kupton, duhet të jesh pjesë e një ambienti që unë nuk e për ty do të fare këtë ambientin mediatik në tërësi. Ua zemra, shpirti, kupton këto gjëra që unë nuk fare. Ti kam ja dy pyetje më vonë për ata. Okej, edhe kupton që maksimum që mund të jesh njëri që ka një lloj fame, po që është me një rrog X, kupton? Arrin ta kuptosh në një moshë më burr që një njeri që bën këto lloj projektesh në jashtë, sigurisht edhe në Greqi ti jesh, të ofrojnë një pronë, merr diçka. Po Ja patjetër. shtëpi? I shpik kështu. jo. Dalina, U bej thirrje. do emisiona po. Pra, do të thuaj që okay, e gjithë kjo për të shkuar ku? Aq më tepër që nuk je ti më aty, kupton? Je një version që i duhet një X produksioni, kupton? Në momentin që do të jesh diçka, fillon ajo kriza e ekzistencializmit, kupton? Edhe çdo fam, punë e madhe, kupton? Kur s'më për atë që dua të jem, ose për atë që dua të bëj, ose për atë që dua të transmetoj. Po pse na sill me këto me gonore me këto? Jemi me fëmijë në shtëpi, por të keqen vllai, ama. A ka maskë jo, se të njohin edhe me maskë. Urdhëro? Dhe një maskë të njohin dhe me maskë. E njëjnë nga sytë e bukur. Po gonorea nuk merret ashtu. Do ta dish si merret. Do ta Ore, po. Shapalaço. Po që të merrim ma dy vetë. Unë jam i ftuar, jam i shafir, nuk mund të më dyve. Do ta. Nuk mund. E o, çketa jo. Aman, po ças na the, Po, na meke, the aman. qesha e unë. Ti shtirë këto qeshrat e di? Po pra, vërtet, Shtirë, s'më qeshet fare me të ftuarit. as me ti me mua qesh. Qesh. Bukur. Edhe me k***rit sot. Jo, e kam unë, po mundohem ta ngrem. Ku ishim ne që s'bet lek këtu, atë ishim sa gjëra, çfarë them.
Po, televizionet. Po na devijove shumë, Rudi. Po tani si kush është më thuaj, cila është Unë në fakt nisa të thoja ai gjë që ti përveç se domethënë pasi ishe shumë vetvetja te ajo gjëja që bëja atëherë, pastaj nuk e dashur të shfaqesh nga vetja shumë. Po nëse. Jo, e vërtet është po. Po çfarë të shfaqesh? Ç'do shfaqesh nga vetja? E para një çfarë ka për shfaq nga vetja? E po ti tani ke marrë këtë personin që ti pyet njerëzit çfarë bëj, je shumë korrekt, nuk është as Shku e bërë baba, po se më parë bëje në një ngacmim çfarë the atëherë unë dua të bëj seks direkt, çfarë të bëni atëherë që të morëm qafë dynjaja, se ka shumë vite unë se bëj. Jo. Çfarë që tu ishte batut ishte. Çfarë batut e bëre, pra që unë dua të bëj seks takin para, çfarë ishte? Jo, ishte Se është e vërtetë, më qenë fjala po. Me typ. Ajo ishte tipi tjetër që u ndava. Sa ka thënë ai? Po, pse se çështje e përmasesh, kupton, shumë i vogël, jo shumë i madh, kupton. E mbajmë edhe këtë. Edhe atë kishin bërë kështu, po ishte pjesë e një ato urrej do të thënë. Ajo qartazi ishte shaka. Sigurisht, e ka shumë të madhe. Po që merreni këtë erudizmo, ke bërë çfarë? Po, bashkë edhe me këtë. Të kërkojnë ndjes. Mesatar. Çfarë 17 është mesatar? Zoti ma. Dy duar. Mesatar është 12 në fakt, po dy duar kur e kap në Google, kështu që jemi lart. Në Shqipëri po 12.4 është. Nuk e di kush i bën këto studime. Globale, ma. I kam bja nga plaka, kupton. Lala njoni me vizore. Bastardim komplet. Bastardim. Nuk e di, po mbajmë një nivel, por më nxirret çik kështu që kam një bop, një gjë, se duket sikur jam thjesht ai tipi që bën ai batutë rodi. Okej, dakor. Se bëj çka, më si duhesh. Bën si çdo emision në Andale tashmë. Po, pra, qartë. Skandale fare u bërë. Nuk kam fjalë. Ja, da kisha shkuar këtu, njerëzit të shikojnë si dikush korrekt në prezantim, por askush nuk e di që ti. A do ta lexoj unë? Jo, ka gjë. Po njerëzit nuk e dinë atë që unë di, që ti ke përveç se je shumë interesant, ke shumë sens humori, është sarkastik, është i lezetshëm dhe ke informacion. Një nga njerëzit, ndoshta njeriu me më shumë informacion që unë njoh. Vërtet, e kam seriozisht. Sinqerisht. Çka njerëz i shoqërohesh me këtë? Lumra, lumot i një. Faleminderit. Nëse e vlerësoj, je shumë i mirë. Do biseda tona zgjatin nga 8 orë kur ulemi të merrim man. Birra plak, birra. Birra, s'dim ç'u themi grave zakonisht. Sa herë kam. E bamë kemi njëri se nuk mund ta justifikoni. Po, rame motore. Po nëse. Sa po ju doli gënjes. Tani. E mos e nuk e ndjek në emision. O s'ka në rajm gratë, kështu që. Po. Ajo më është. Jashtin zemër. Ajo më është shumë. E dizi e kam bërë mo. Qesëm në vrava. Po, gruan ty. Vërtet? E vrava në seks. Ngushullim. Jo gruan ty, gruan e komshiut. Rëndësi ka që ke varë një grua. Ja ke qenë pak, e ke bërë. Me janë shaka këtë. Janë shaka. E di. Nuk kam vajtë. Jemi gratë forta. E disa feministësh mos e unë bëj shpesh shaka kështu. Maskidiste, i kam qefur çik. Edhe gjithmonë mi hedh poshtë. Po. Nga që je babai një vajze apo ke qenë më parë? Jo, arsyeja sepse doja të isha babai një vajze është pikërisht ne kemi diskutuar në fakt. Bëre me plan? Jo, doja të isha, nuk jam munduar që ta shoh botën e grave nga sytë e një gruaje, po është e pamundur. Dhe duke qenë se isha i vetëdijshëm që ishte e pamundur, doja që të kisha një vajzë në mënyrë që ta shihja vërtet, nuk ka njeri që munduesh më shumë se vajza jote. A mendon që do jesh kështu baba xheloz për gocën? Gocën e kujt? Gocën e komshiut Denisit. Gocën tënde. Atë që ka me mua. Piko, po kryon armiq në lagje, blak. Uroj mos t'i ndjekin. Plasa si më ju rrejt gjithë. Vërtet? Po, përveç atyre që u flas palesë të tjerët. A do isha xheloz? Jo. Jo, absolutisht. Po shiko, një prind, mendoj unë një burr, baba, ka për detyrë që të siguroj maksimumin e mjeteve që një njeri, një gocë në rastin konkret, të jetë në gjendje të marrë vendimet e saj. Para po thua. Jo, more para. Edhe para? Po thua inteligjencë edhe këto. Ka që ta pajisësh, ta ndjerësh në jetë aty dhe ajo mos gaboj. Po do gaboj. Po është drejtë do gaboj shumë. Pastaj është egoiste që ti mos të duash gaboj se ti s'përballon dot faktin që ajo është budallik. Ka Luis C.K. një shaka të tillë, prandaj do të them. Që thotë një shoku i vet që po sikur të shkoj të ketë një marrëdhënie të gabuar, që do ketë 100 marrëdhënie, kur të dali jashtë do të kështu thotë si një stui me të gabuar, edhe duhet të mundohet derisa shkojë te i durit. E di, e drejt, po familjet shqiptare janë çik më kështu, bërthamore. Edhe është gjë e mirë, edhe uroj që. Po unë motrën kështu jam, po.
Ajo nuk është xhelozi, është protektivitet. Më thuaj, dash. Ktheu se Mariana i ktheu shpinën e i ngeli hatri, thash. Seriozisht? Po se Mariana i urrek. Ore. Ja, ky Rudi që e pe në një moment e nxjerr veten. Se ka ky, jo se s'ka. Po mendoj që i nënvlerësuar Rudo apo thjesht Po. Se unë mendoj që i nënvlerësuar. Apo thjesht ke dashur ta shesësh veten kështu si on the low, sigurt. Jo. Jo, nëse do më propozoje të prezantoja cilin do formati, nuk do kisha problem ta prezantoja. Se besoj këtu. Po. Se dhe atëherë nuk e prisa që ti bëj aq mirë ato gjërat. E ma më çfarë modele flokësh kishe sa çuditshme? Se pranoja që si isha mjaftueshëm i bukur. Po që do ta kesh flokë. Edhe unë. Çfarë su bëja? Thoya flokët do ta kenë se s'ka mundësi. Po është gjysmë e bukurisë thoshin atëherë, ishte budalli komplet. Qose je shëmtuar, thjesht ke je shëmtuar me flokë të bukur. Po kaq. Ti do ta kesh 17 cm. Do fortë, shaka është. Po flokët perfekt. Po nuk ka mundësi më. Shiko, Mekti ka përgatitur një rubrikë shumë të shpejtë për ty, është me lehtë, do të mbaroj si dhimbje. Smero! Të meri madho! Ka filluar me imiton, more, sa më pëlqen apo e, po ku ke qenë ti? Ore, të meri madho! Shiko, more, më duket, ja, shiko, mbylli si. Mbylli. Të meri... Kush e tha? Kush e tha? Rudi 2015 apo i 2026? 2026, patjetër. TV apo podcast? Podcast. Fama apo liri? Liri. Klikime apo biseda prej vërtetë? Klikime. Oh. Jo. Si themo klikime? Po. Po zhvish që zotit marrë me klikime. Po ti, Bisedat për vërteti? Po, hajde fut na. Ke bërë një bisedë për vërtet deri tani. Po se mbi vlerë sot më thuaj. E dashur, flasim tamam se ai maskara. Të jesh kudo apo të jesh vetvetja? Ti jesh kudo vetvetja do ishte ideale. Kush është kudo vetvetja në ekranin shqiptar? Çani. Çano, hajde mos e vdiqa. Po unë. Po sa e dua. Ai është më i mirë, për zot. Pa. Ja, nëse do të pyesësh kush është më i mirë, Ai është absolutisht e pa diskutim. Amano Çani, hajde mos e vdiqe. Hajde të flas fare se vdiqem. Edhe imagjino sa njerëz ka që aty e bën sa budallënja shqiptarët. Dhe ai ka thënë gjithmonë në fakt. Që janë budallënj. Po popujt në tërësi mund të gjithë popujt mund të jetë etiketor si ti. Po, 90%. Në fakt 90% e njerëzve budallënj janë. E di shiko, është ka e Ricky Gervaisi thotë, u do bindem që njerëzit nuk janë budallënj kur të heqin brapa detergjent dhe atë mos e pi. Mos e pi, po. Derisa të mos e heqin atë. Shumë e vërtet. Ju përshëndesim të gjithë dhe ju mbajkun. Po. Hajde. Shikoj pantallonat nëse i ngrej. Dalina ka thënë që budallënj duhet të shikosh se sa vini i ngren pantallonat më lart. Nice. Dalina ka se sumurit pa parë. Po, Dalina të shpinse. Të jesh në kontroll apo të jesh relevant? Relevant. Ego apo evolim? Do me thënë ti do duhet të ishe... Po, koto përgjigjem kështu që jetë pa parashikueshme. Se tani është në kontroll. Në shumë sa relevant. Jam në kontroll tani? Je në kontroll, ke biznesin tënd, nuk je sklav. Çfarë, po sklav jemi të gjithë në lloj forme? Jem sklav e sponsorave, sklavi i të ftuarit, sklavi tatimeve, sklavi paqartësisë ekonomike, sklav, vazhdon kështu me radhë. Të pëlqen BDSM-ja. Ç'e ishte më? Si di këto bondage si për këtë bondage... Është kështu terma ekonomik më? Po. Tatimesh? Është si GDP-ja, po kjo është me që të rajnë me kamzhike të futin këmbë në gojë. Po të meri madh, ore! Unë i kam shumë qeftë. Ke qenë kam aty? patur dikur. Është lezetshëm në Itali, në Rom, kush e? Po. Okej. Hajde. Të ndërprerja e cilë më është do të mundje, gjithkohë. Me dorë, dërgoj që Sa që me storën ka për kaq. Ego apo evolim? Evolim, patjetër. Të kujtojnë apo të kuptojnë? Por nëse të kujtojnë ka kuptuar. Ne mos bënim pyetje kot tani, lutem. A mirë, shko sa unë për shembull kujtoj edhe Po e ke kuptuar budallikun e tij për shembull, nëse është një budallik ai që. Okej. E dy është ngrej pantallon. Mirë. Ti nuk ka ngrej pantallonat. Jo, unë më fund do t'i okay. ulo. Kemi lënë me Denin. Nuk mundem më. Po tani. Përfundoj. Nuk mundem më. Çem pyeti? Jo, jam nice. Ke Çfarë GDP të gjithë? Po sigurisht. Hajde. I kam bërë dhe emoji, shiko. Jam lodhur në disketi. Do po kalojmë në një lojë. Se pyetësorin i bërë, gjitha i bërë sa gjëra kemi bërë ne sot me Rudi. Tani, ti ke pyetje pikante.
Unë i kam pyetje të tharta, sour, siç janë vetëm, kështu, i verdh si limon. Kjo është me leta, kjo bëhet më keq. Okej, tani se nga me leta. Me shpika tani. Po. Atëherë, Rudian. Urdhëroj tashmë Rudian, tha emrin gjatë. Rudimir, ka një jelly Ja, bean. dish do ta provoj, thashë më kishte një pyetje më. Po pritë, ha një herë, pastaj ta bëj si reklama. Egoja më e madhe në botën e medias. Denisa Ullaj. Okej. Duhet ma tjetër? Patjetër. Ba. Të mullin provo. Bro, pas ka dhe një shjetë të poshtër. Sigur ha Çfarë ha? bateria iPhone-i plak. Po, po. Gjë do kishte shije, kështu do ishte bateria iPhone. I blej njerëzit? A mendon që jemi mirë se blendi Salek? Në disa drejtime po. Në disa drejtime jo. Çfarë drejtimi si jemi mirë? S'di lexosh aq mirë sa ai. Sa jo të më lexon s'është. Ja. Ka gjetur mirë ai për zotin. Jo, shumë e gjetur. Shumë e gjetur. Shumë e gjetur. Imagjino dhe të lexonte libra. Nuk e di, mua më duket sikur ditë lexon ai. Absolutisht Jo lexon. ditë lexon. Jo, lexon, është informuar, ka shumë shiko, Blendi është personazh shumë i mirë i mediave shqiptar për mendimin tim, gjithmonë, modest. I mirë I mirë profesionalisht apo profesionalisht është shumë i mirë. Shumë i zoti është. Se kemi Edhe vlerësuar. mëngjesin i mbi vlerësuar, po shiko, në raport me kë gjithmonë. me ty? Po punon në top, ka vite që punon aty, është në një emision të Ti konfirmuar. jep topi një kështu. A do ta bëja një lloj si ai apo Çfarë do bëj ndryshe se disa gjëra janë më mirë? Po teknik, si personazh radio jam në sensin teknik, në bzë, në ritëm e tjera edhe në imazh. Po në sensin e teknikës së bërit të radiot mirëfill, mendoj se jam më i mirë se ai. Pra mund të jem më friendly si zë nëse e dëgjon. Në sensin pastaj të trajtimit në tërësitë e emisionit, mund të jetë edhe më i mirë, se është investuar shumë gjatë në mëngjes. Sidomos tani që e bën me atë kolegen, ndriti. Podcasti më kot në Shqipëri. Shumica e podcasteve nuk kanë gjë. I ftuari me më pak sens humorin. Ka një diferencë midis ke humor dhe nuk bën humor, dhe bën humor dhe nuk ke humor. Këta të dytë janë raca më e poshtër. Nuk është natyrë. Denis Daullaj. Okej. Kalojmë te tjetra? Jo, pse do mbroj veten unë. Njerëzit e di që unë s'kam sens humorin. Ti je njeriu që ka më shumë sens humori në këtë republikë, pa diskutim. Nuk ka asnjëri që të ketë më shumë se ty. Edhe unë besoj. Është herë 8 që e them publikisht të gjë. Bashkëpunimi që të ka lënë më të zhgënjur. Bo sa të tharta më planë, pishe me njerëzit. Hajde të bëjmë dy direkt. Dalin abuz. Jo, tjetër. Kjo është Prap dy. Që të vimë kështu se kur ja. lepurin që. Ja, Ja u japin fëmijëve këto. do një me lepur zemër? Ne preka unë me dorë, po i kam lara. Nëse kap këtë që e lash prap. Mos ka ram. Ore, sa mund të jesh që t'i japësh fëmijës këtë? Po sa rrova këto nga ato me ashashë, që të bëjnë kështu drunfun. Mos i Po çamos është, s'bet fjalë. Duhet ta urrësh fëmijën që t'i japësh nga ato, e vërtetë është. Jo, më ja u japin, no? Marrëdhënia që më ka zgjunjë më shumë. Dalina dhe me? Jo, nuk kam marrëdhënie që më ka zgjunjë. Martër çela. E kam patur qef më shumë se ty atë atëherë. Më Vërtet? dukej më interesant. Më dukej më i dashur. Cili person në media kolegët zguxojnë ta kritikojnë? Blendi Salek. Se shon njëri Blendi, Po jo. Nuk po është i mirë në fakt. Një mirë. Kalon te kjo më duket se është me tharta? Me kjo është me tharta. Po kjo si ha, kjo është karamele. Për ty me mos ke dhëmbë. S'kam. Bo. U plavo. Me një rrudhër se kaq nuk mund të bëhet. Ua, vllai. Është e hidhur dhe e thashë që ishte kohë. Gënjeshtra më e madhe në televizor. Televizioni është gënjeshtra më e madhe. E pra, po kush është më e madhe? Nga që të gjitha gënjeshtër. Do të zoom nga fut një limon dy. Ua, kush i bën këto më çakta perversa, do bëj një ëmbëlsirë shumë të aftë. Po bëka ëmbël. Ç'e ëmbël, no? Po shkrim po me limoni më lart. A do futem me nga i tjetër për ta bërë pjetën e fundit? E fusim më ç'a, duhet ta fus byt vërtet tani. Ora unë po do të mbaj fytyrë të drejtë siç e bën ky ajo, po unë Ne jam duke shumë bën shumë mirë.
Unë isha ky duhet të bënte gjëra këtu unë të rria serioz. Ky. Akmarrja ime erdhi më në fund. Po valla, shumë e tharë do kur. No. Çfarë të fut edhe ose mban në botën e televizionit? Talenti, njohjet, seksi apo policia prej skllavi? Ja bën do çati këtë. E bën ro. Me çati bën, a? U? Duhet jesh lëk. Nuk mund të më zëm. Mendoj se skllavëria, po skllavëria përfshin edhe atë seksin. Okej, domethënë duhet të përulesh deri në atë pikë. Po, televizioni e do shumë. Po në Shqipëri në fakt është ajo shpreha që më pëlqen shumë që në Shqipëri, kur shefi mbytet duhet të thuash më fal se të kam kthyer krahët, kupton? O sa më pëlqeu Ky është servilizmi në Shqipëri. Të gjithë njerëzit që punojnë në media dinë që është fake. Nuk ka më buk, bëni një gjë tjetër, shpikni një ide tjetër. Mase mund të bësh të kundërtën, të bësh super serioz. Mase mund të fitosh më shumë pikë ashtu. Si ke parë që kanë të njëjtat emisione nga 20 vite janë kështu, ha se futim në rrogë shtëpi o bërë çfarë të bëjmë, edhe vetë thon, po ti takosh ta tipat. Po. Është të merr. Të merr, po në fakt nuk e dia janë këta arsye sepse media është kështu apo është rezultati i faktit që në krye të tyre të dyja është si tip po nuk mendoj se nëse do kishe një profesionist shumë të mirë në krye të një cilës do sipërmarrje, nuk do kishe rezultate shumë të mira, se nuk po them që këtu Shqipëria është mbytur me njerëz të jashtëzakonshëm. Ne media janë reflektimin në tërësi shoqërisë. Nuk është asgjë më shumë. Shikoj, mua kujtohet gjithmonë është një shprehje që thotë Elvis Hoxha. Elvis Hoxha është një nga mendjet më brillante që ka Shqipëria. Është filozof, ka mbaruar në Paris. Brillante se Megli? Kok për kok. Nuk e di. Duhet të shikosh lakuriq, mbase që të diferencosh, kupton, këtë zgjedhësh. Megli nuk është viçet asnjëherë. Dhe mos fol më kështu për Meglin. Po flisja për Elvis. Sa serioz do bëra. Ka protektiv me stafit. Për shembull, ne kemi rastin më konkret. Top channel, top media në tërësi. Pati një njeri që ishte vizionar, bëri diferencë jashtëzakonshme. Mund të shikosh teatrin shqiptar me ndërimin e drejtorit është sold out këtë periudhë për shembull. Tu do të thoya të shprehen Elvisit i tha që ata që kanë qenë do të jenë gjithmonë. Ata që s'kan qenë s'do të jenë kurrë. Edhe sikur të jenë s'do t'ju ketë hije. Edhe sikur t'ju ketë hije s'do të kenë jetë. Për rastin e Shqipërisë. Kupton? Dhe mendoj se ne fatkeqësisht për shkak të atij tranzicionit 50 vjeçar nuk kemi njerëz që t'ju ketë hije të jenë në ato pozicione, po edhe kur ju ka hije nuk kanë jetë, kupton? Ky është problemi që. Më ka hije ky pozicion? Të ka shumë. S'do ketë jetë besoj. Edhe jetë edhe hije, edhe ke qenë dhe do jesh, edhe gëzuar. Gëzuar, i hym të thellave. Prit një sekondë. Ka marrë do të lekët, po në fakt s'ke hedhur lekë, se erdhe dhe sot e lekë. Më ke sjell dhuratë? Jo, çfarë dhuratë të sjell? Ta kam dhënë një herë dhuratë. Sa po të bie telefoni? Ke shti dhuratë. Kam sjell çik flak fare këtu, për provojnë çik. Çfarë kanë ata? Salca çaj janë. Shikosh. Megli do provosh? Po. Megli se ti s'ke qenë te emisioni i Rudit. Ja, merr çik. Do vi stafit provojnë çik. Merr pak. Vi të provosh? Merr pak. Vino? Hajde Marcel, hajde i dashur. Hajde se kjo do. Ja si e kthyem. Rime shtëpinë Marcel se do dali kjo. Sekondë. Jo të ligjam. Do rish do bësh. Do ta bësh reagimin këtu. Ta ly mirë? E hëngre ti? Po ti dhe me atë stomak? Kjo është më pak djegsja, po e përballove ke edhe këtë. Shife me Terezi. O zor. Ajo është ekstreme fare. Memo, djegë. Djeg, po unë kam qef. Jo, edhe unë kisha qef, bro. Prit. Shikoj, nuk i ke ha qef, Marcel. Marcel, hajde këtu zemra ime. Ç'mi bëre mo? Ore, jemi rekorda. Ha? Ç'më bëre stafit mo? Ua, Melis do ta provosh? Se ky mban. Jo, këto të vrasin, unë nuk kam provuar një herë. Jo, nuk dua. Megli e ja këtu. Po si ha? Hajde mo, ku vete? Megli e ja këtu. Më dhe emision, u kam bërë 10 vëlla. Shumë pikant ky me ndërhyrje siç është vetë rudizma, por ne tani do bëhemi akoma më serioz se ç'ishim dhe do ikim me disa biseda të thella teknologjie me këtë. Teknologji dhe filozofie me këtë mikun tim. Filozofi, unë dhe Rudi. Biseda të thella për jetën. Pyetje që do zbërthejnë universin. Ke ftohtë? Jo pranteje. Aso. Pranteje. Pas ka yje. Apo s'duken në Tiranë. Po kemi projektor 800 volt si përsyve që. Po, edhe kamera.
ishte regjistror. Po e filmojmë këtë. Prandaj mishtri. Ore, a mendon që ekziston parajsa? Jo më. Që kur mbylla Gonçana. Angel i fundit sa i mirë ishte. Nëse asgjë s'ka rëndësi, a ka rëndësi që asgjë s'ka rëndësi? Po që rëndësi ka? S'ka rëndësi. Gjërat e rëndësishme. S'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Nëse takon Rudin 70 vjeç, qa do i thuash? Gjallë që këti marrë. Thash do t'jepi në informacion për Inter, do që kështu. Jo, që do Interin. E kam informacionin. Interi mos e prek, ma ka thënë Rudi 18 vjeç. Nëse nuk ekzistojmë dhe jemi ëndra e një qeni. Si shpjegon Macet? Po ndoshta nga që qenë ka nevojë të ndjekin një gjë. Edhe ne të gjithë kemi nevojë të ndjekim një gjë. Ëndra, Interi. gratë e kumshimve, përzhlind. A mendon që zana e dhëmbit i urrin shqiptarët? Jo të gjithë, po ty me siguri po. E di. Nëse gjuan veten dhe të dhëmë, je i fortë apo i dobët? Po jo rrot. Besoj. Rudi, Rudro. nëse do duhet të zgjidhje, të kisha mollaqet në fytyrë apo koqet mbrapa kokës? Koqet në fytyrë. Po në tënde njërën time. A mendon që domatet kanë turp që janë fruta? Unë do kisha shumë turp të isha një domate. Pastaj çdo lloj fruti tjetër. Ishte mirë. Kujtohet një shprehje që thotë intelekt është dish që domati është një frut mençurish, mos na futesh në një frut sallatash. Po, Një sallat frutash. dhe që delfinët janë gjitarë, pa nuk mund t'i Po të kishte çoban për delfinët, mendon që Të ban. me ata delfinët me atë delfini që e kiq, apo shpesh ka qenë. Tha një gej tjetër. Po e gjete i tha se çfarë ja bën mjau në majtë çatisa. Do në po se gjete delfini. Tha. Oh! I keni dhënë, më pëlqen kur çuna në fund i thonë, i ke dhënë, i kam dhënë, pa le për ç'flasin. Rekorde kanë. E kështu, ti serdhe me mua të shtreshe në bar me Rudin. Jo. Po mua më që kanë veshur prapë çorapet e motrës? I kam der këtu. Janë kështu ato. Në zhartier, i kishte me kapse. Po si pipi çorape gjata. Ose. A di që jam masturbuar me pipi çorape gjata në shej vogël. Oh, Edhe e thash në klasë i budalla se mendova do ishte për të qeshur edhe pastaj më tallnin. Të tallnin sepse ishte masturbuar apo si ishte masturbuar me pipi çorave gjatën? Se nuk e di. Imagjino sikur askush mos e dinte ç'a ishte masturbimi. A të duket më seksi kokuqet me gërsheta? Në fakt. Po. Kemi një kokuqe me gërsheta këtu? Jo, as me gërsheta, as pa gërsheta. Pa legu i kanë gërshetat. Po kështu. Çe ç'po i bëm të si që shteku sot. Ti do të fitim që kaq ishte, u kënaqëm. Rudi na i mbajti fort. Rudi i kishte ato salsat shumë pikante, unë do me thënë Po, nuk ishte flak fare. Flak fare, po dhe ne thart fare E ishim. ne thart. Mirë. Ikëm tani. Kënqëm. Ikem? Ikëm? Ikëm dhe me ikëm. Ikëm sporjet. Shëndetet mira. Gëzuar, natën e mirë ose mirëmëngjes, varet kur po e shihni këtë episod. Natën e mirë dhe